Selamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Përshëndetje të gjithë juve që në këto momente jeni duke ndjekur radion Dituria Islame. Kemi sonte në transmetim të drejtë për drejtë, si çdo të martë me profesor doktor Hafez Hajreddin Hoxha, të cilin javën e kaluar e patëm një pauzë për disa arsye të vogla shëndetësore, me shpresë që këtë javë doktori të jetë mirë me shëndetin, na është rikthyer në këtë program të sonte. Selamu alaikum doktor, shpresoj dhe besoj që ju kemi mirë me shëndetin edhe mirë se keni ardhur edhe sonte. Aleikum selam wa rahmetullah moderator. Mirë se gjejmë, elhamdulillah, ma mirë jemi me bereqetin lutjeve tuaja, ma mirë jemi shqyr Zotit, mirë se gjejmë edhe na ju dhe mirë se vinë apo dëgjuesit dhe shikuesit, edhe ata i përshëndes nga zemra të gjithë. Faleminderit të shumë, gëzohemi, jeni mirë dhe sonte do të jemi të gatshëm të jemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Miq të dashur, të nderuar dëgjues, sonte në këtë emision si zakonisht do të kemi një temë bazike në të cilën do të kujdesemi që të shkoj diskursi i këtij emisioni. Prandaj sonte do të jetë në trajtim Kurani dhe gradualiteti në davet ose në thirrje, çdo që ta quajmë. Kjo do të jetë tema që sonte do të jetë në diskutim nga profesor doktor Hafez Hajreddin Hoxha, dhe juve të dashur dëgjues ju presim që të bëheni pjesë e programit me anë të thirrjeve tuaja, thirrje të cilat do të mund t'i drejtoni në adresën tonë të Skype-it, Radio Ditame, po ashtu do të mund të vini edhe nëpërmes numrit tonë të telefonit, qoftë në Viber ose nëpërmes rrjetës telefonike +383 44 88 698, qoftë me SMS apo me anë të thirrjeve të drejtë për drejta në pjesën e dytë programit. Ndërsa ne pa humbur kohë do të i kalojmë fjalën doktorit për të nisur këtë emision të sonte, më pas pjesa e dytë e programit, pra siç ju thash, do t'i takoj pyetjeve të dëgjuesve tanë. Faleminderit moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Gjitha falënderimet, gjitha lavdat i qofshin Allahu xhallahu shanuhu. Salavatet tona, selamet tona, përshëndetjet tona, lutjet tona të përzemërta, ja dërgojmë, ja drejtojmë edhe Hazretit Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij dhe për të gjithë ata të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Ju përshëndet vëllezër dhe motra koda që t'jeni, dhe lutë Allahun xhallahu xhanu për mirëqenien tuaj, ko dhe jo mos na harroni nga lutjet tuaja, se kjo është shumë e rëndësishme për muslimanin në jetën e tij, që ai të investoj të vëllezërit e tij dhe motrat e tij me kontributin që mundet me e bë në emër të Allahu xhallahu shanuhu, në mënyrë që ky kontribut, që ky investim shkencor, akademik, fetar të rikthehet në palë tjetër me lutje. Që kjo është dëshira jonë nga ju, që ju lutëm mos më harroni, dhe kjo është ajo e toksa juaj për neve. Ju të gjojmë këtë emisionin e radhës apo në temën e radhës, Kurani dhe gradualiteti në davet, në thirrje në rrugt të Allahu xhallahu shanuhu, gradualiteti në edukim, gradualiteti në mbjellje të vetdijes, gradualiteti në arritje të qëllimeve dhe do të shohim tani në Kur'an çka po na flet për këtë çështje që është shumë çështje me rëndësi të madhe në shkencat kuranore, po është edhe shumë një çështje e madhe me rëndësi të madhe, do thotë në jetën islame, si fetar,
Po është dhe më rëndësi jashtëzakonisht e madhe për jetën akademike, Kur'ani që edukative fillore, ata cilët mirën me edukim dhe arsimim. A duhet ta kemi parasysh gradualitetin, a duhet të ngutemi në pritjen e rezultateve të studentëve, të xhamatit, të popullit, a duhet të ngutemi apo duhet të qasim një fenomeni që Kur'ani në të mësua neve, që ajtë fenomen i ka quajtur edhe Kur'ani, po Kur'ani dhe të thëtë fenomen i gradualitetit të dërruq, të shërija. Gradualitetit të thëtë shkallëzimi në shpallin e obligimeve të Allahu Xheleshanu dhe në edukim dhe në arsimim fetar. Si e kemi lidh këtë çështje ka quajtur edhe Kur'ani? Normal, Kur'ani, o vëllezër të ndershëm, është një libër i shpallur nga ana Allahu Xheleshanu, që muslimani duhet t'ia dedikojë tërë jetën këtij libri. T'ia dedikojë tërë jetën e tij duke i hulumtuar apo duke e hulumtuar këtë libër për me i pa ato mshepsinat e tij dhe thesaret e tij në çdo fushë. Na do të vdesim dhe nuk do të kemi me pas mundësi që t'i arrim të gjitha sekretet koranore apo t'i kuptojmë të gjitha sekretet koranore. Gjeneratat e hershme para nesh që kanë qenë, kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh në komentimin dhe interpretimin e Kuranit. Shepsinat e mirë, po ky kontribut të tyre ka qenë i përkufizuar të tyre për një periudhë të caktuar. Kanë ardhur gjenerata të tjera, kanë shkruar libra dhe interpretime dhe tefsire të ndryshme të Kuranit, që Allahu Xheleshanu asaj gjenerate ja ka shkruar disa sekrete. Kurani i madhrueshëm është kitabun anzalnahu ilejke mubarak, yadabbaru ayati, libër mubarak, libër me plot bereqet, dhe një prej fjalëve të bereqetit, apo domethënë aspektin gjuhësor, po është ajo fontana e ujit që nuk nalet kur duke qit ujin jashtë, si burimi i ujit që ka rrjedh nga jeshka apo nga burimi që nuk nalet, që ashtu është edhe një prej kuptimeve të fjalës bereqet. Lidhet me fjalën el burke, në arabisht el burke, fontana e ujit. Edhe nga kjo pastaj është marrë bereke. Po, ka thënë diçka rrjedhshme, që nuk nalet kur. E kuptimet e Kuranit kanë bereqet, nuk nalen kur, sepse teksti kuranor, struktura e tekstit kuranor është tekst i bujshëm, ndërthen në vete shumë kuptime që Allah Xheleshanu çdo gjenerate, në çdo kohë, po mëson vetëm dita. Vjen gjenerata tjetër pas nesh, ta zbulojnë kuptime të reja. Vjen gjenerata tjetër, zbulojnë kuptime të reja, deri në ditën e fundit të kësaj jete. E Imam Suyutiu, rahimahullahu ta'ala, në librat e tij apo në librin e enciklopedisë e tij El Itqan fi Ulum al-Quran, ka përmend një term shumë me rëndësi të madhe: wa inna kitab Allahi lahuwa mufajjiru al-ulumi wa matla'uha. Është libri Allahu Xheleshanu, një burim i shkencave, gjitha shkencave dhe diturive. Nga Kurani gjitha shkencat burojnë, gjitha diturit burojnë. Prandaj, edhe çështjen e gradualitetit na e kemi nxjerr nga Kurani. Se si ta edukojmë mas, se si ta edukojmë një popull, se si ta edukojmë një xhamat, se si ta edukojmë edhe veten. Po
gjatë studimeve tona dhe gjatë prezantimeve tona të këtyre punimeve seminarike, që në prezentua në konferencat e ndryshme ndërkombëtare, ne po ashtu na ka mundsuar Allahu xhaleshanuhu për me jo çka me çpik, mirë po për me izbulu disa çështje tjera, do të thotë me sa di unë në shkencën e Koranit nuk mujt me pa dikush që do të thotë ka shkruajt për këta, apo i ka përmend këto ide që ka po do me thonë unë tani. Ideja jeme ka qenë zbulimi im në plot modesti, pasi që Kurani është mrekulli dhe bereqet, atëherë edhe çdo shkencë që lidhet me Kur'anin, çdo ditori që lidhet me Kur'anin, shkencat kuranore që i mësojnë në universitet studentave, edhe ato janë do thotë të bereqetshme dhe kanë mrekulli. Edhe ato janë të bereqetshme dhe do thotë kanë mbyllshmëri të madhe me librin e Allahu xhaleshanuhu. Për shembull, me përmendem vetëm këto 3 shembuj në studimin tonë të fundit, çështja e kirajeteve, çështja e dialekteve të leximit të shumta të Kuranit, një prej mençurive pse Kurani lexohet në disa dialekte, në botën arabe, përgatishur në arabik, shumë ka pas, edhe ka ende, shumë të dile, shumë dialekte do thotë ka flitet nëpërmes fiteve me një ton ndryshe, shqiptarë fjalë me një mënyrë tjetër, me një ton tjetër, me një metodë tjetër. Pse Kurani është shpallë në 7 kirajete, në 7 dialekte, po edhe për e tjera pastaj komplet në 10 kirajete, 10 dialekte. Shumë shkaqe ka aty, një prej shkaqeve që na edhe dietarët e kanë përmend, është çështja e lehtësimit për popullin, për umetin. Prandaj, ai edukator, ai profesor, ai cili edukon, duhet që ta merr këtë fenomen të lehtësimit, fenomen i lehtësimit, to make things easy, të hilë l'umur. Po, e kemi nxjerr nga çështja apo shkenca e kirajeteve të Kuranit, sepse me pas qenë obligim të gjithë popujt dhe fiset arabisë mi obligu me një lexim, kjo kishte me qenë problematike madhe. Fisi Kureshit për shqiptar Musa fjali ndryshe, fisi domethënë Beni Temim ndryshe, fisi tjetër po Benu Adi ndryshe, fisi tjetër kabilet në Arabi, mirë po Allahu xhaleshanuhu i ka përmend këto 7 më të njohtura që fliten dhe të gjitha janë të pranuara. Pse kështu? Qëllimi ka qenë për me lehtësuar. E fitojmë nga kjo shkencë e kirajeteve të Kuranit çështjen e lehtësimit në jetën tonë. Do thotë mos ia vështirësoj dikujt jetën, kur s'ka nevojë për vështirësim. Mos e kompliko diçka, kur s'ka nevojë me komplikuar. Kjo është një, më thonë shumë më shkurt. Zbulimi tjetër çka është çështja e kuptimit të Kuranit. Edhe kjo në shkencët kuranore do të është një ide e re, do thotë çka nuk kuptojmë për shkencës të kompilimit të Kuranit, por është studiuar të shkruajë Kuranin në pllaka të ndryshme, mbi likura të deveve, të kafshëve të ndryshëm, mbi do thotë gjethe të hurmave, gjitha mjetet të thjeshta që kanë ekzistuar. Ka qenë Kurani i shpërndar, e ka mësuar përmend, dhe ka qenë i shkruar domethënë në rasa të vende të ndryshme. Fazën e tretë për me kompilu me një mushaf me votni Kur'an, atëra aty është themelu komisioni shumë serioz dhe aty nuk kanë leju të thotë me fut asnjë një ajet që nuk është i shkruar dhe nuk është i memorizuar apo i mësuar tekst. Është kusht ka qenë shkrimi plus edhe memorizimi apo memoria e këtij ajeti. Rregull, çka mësojmë nga kjo shkencë? Të kuptojmë që kështu është në kompilu Kurani, kuptojmë
që do të thotë luftimin e korrupsionit. Po, luftimin e korrupsionit, që ta në gudzojmë të thëmë qka me shti dokumentet tona, në arkivat tona, manipulua vetëm në qka e saktë. Manipulim historik, po, ma argumentua diqka, për me dalë në shesh diqka, duhet i qasemi asaj rrugë vetëm qka është, dhe me dhanë, fjestisht e vërtet. Ka e pitun këtë shkencë, dhe thët e pitun nga historik për i Kur'anit. Është shkencë tjetër shkencat kuranore, qka është, jenë disa ajete të thënë në shkencën e Kur'anit, po mes el muhkem o el mutashabih, disa ajete të kuranore kanë një kuptim, jenë të kushme, të kuptuar, kul hu Allahu ahad, kuj Allahu është një, Allahu samet më të një, po, një që një është një, nuk bëhet dysh as tresh, ku nuk ka nevojë për interpretim as për komentim, po, për ata cilët agjit, qka jenë në qabër, kur bojnë dhe një gabim apo diqka që duhet mi agjinu, atër, aty Allah në lëshanu të për 7 po, të 7 janë fil haqji, të latët e ejame, po 3 ditë kur jenë haqë, po 7 idha rëgjatum, dhe 7 ditë i agjeroni këtë fejni, inë ka 10, inë të dhejtë, ajtë ajetet qartëna. Allahu la ilaha illa hu, Allah nuk ka zot tjetër vetëm se një, nuk ka nevojë për komentim këtu. Ta jenë ajetet ajat muhkemat, e nana e librit, kitab, Allahu i ka thënë. Ndërsa ka ajetet lloji tjetër që kanë më shumë se një kuptim, janë mutashabihat. Do të thotë janë mutashabihat, kanë më shumë se një kuptim. Tu në kuptojmë ka kjo shkencë kuranore, që do të thotë për mendimin e tjetër, janë disa çështje që nuk pranojnë, domethënë pluralizëm të mendimit, po jenë disa çështje të fiksuara dhe aty do të thotë nuk ka vend më për komente. Këto, domethënë, çështje të reja në shkencat kuranore është çështja e ajeteve që kanë zbritur në Mekë. Ilmul Mekki wal Medeni dhe ajetet që kanë zbritur në Medinë. Normal, i kemi studiu këto gjëra, është kursa, ose me thonë lanë, që mirat për një semestër në universitet, dhe tema e ajeteve mekase dhe medinase është një prej temave të shkencës kuranore. Po të çështja e ajeteve mekase dhe medinase, to është tani ajo çështja që unë po du më detajisht me hinë të puna e gradualitetit në tave. Pse Kurani zgjati 15 vite në periudhën mekase dhe pastaj në Medinë vazhdoi 10 vite, pse nuk zbriti për një herë në Mekë, dhe kishë mbaruar dhe thot historiku i zbritjes së Kuranit. Po, kjo periudhë e zbritjes së Kuranit zgjati 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medinë. Tërësisht 23 vite. Kjo periudhë tani, kjo është ashtu një qasje e re, që i bashkangjiteve qasjeve të 7 tjera jetëve, që është qëllimi me lehtësue dikujt jetën, çështjen, fetvan, bazë argumenteve, që është çështja e kompilimit të Kuranit, domethënë, dhe lufta e korrupsionit dhe mos lejimi domethënë të manipulimit të dokumenteve, po duhet të ruajtur dokumenti pastër dhe origjinal, çështja e pluralizmit të mendimit, domethënë e jipet më shumë se një mendim për dikon, të ajete që kanë një kuptim dhe ajete që kanë shumë kuptime, tash numër 4 është dhe kjo qasje e re të çështja e ajeteve mekase. Po është tani kjo rëndësia e madhe, do të thotë që na sot duhet me pas rëndësi dhe me pas parasysh këtë çështje, do të thotë se si me zhvillua më shumë dhe me qenë ma praktike dhe ma aktuale në jetën tonë. Çështja e periudhës mekase. Një hoq, një student, një studius general,
apo një orientalist, që është në universitet, në katedrën e orientalistit, apo një historian që flet për historinë islame, nëse nuk e njeh historinë për pritjes së Koranit, ka më të probleme shumë. Shumë probleme ka më të. Sepse mosdia e historiku të Koranit, o vëllezër të ndershëm, moskuptimi, dhe do të thotë i këtij realitetit, është nëna e gjitha problemeve, burimi gjitha problemeve. Por nuk di une se si Korani ka zbrit dhe sa vite ka zgjatë zbritja e Koranit, kur unë nuk e kuptoj këtë realitet. Unë atë edhe se si me procesua, se si me punu me fenë islam e jetën teme. Nuk di se si me punu dhe me xhamat, nuk di edhe me punu se si me punu me student, nuk di se si me punu edhe me ateista, me sekularista, do të thotë, me fëmijë. Është një mundjet shumë të madhe. Këto është një çështje e realitetit apo gradualitetit në davet. Po, to të është mustashriqun apo orientalistët perëndimor, ata cilët e kanë studiu islamin për qëllime të dyshimta për me shërbye imperializmit, po kushtarak, imperializmit do të thotë krishterizmit, për me shërbye, po për me shërbye okupimit, do të thonë okupatorëve, për qëllime të ndryshme politike që e kanë studiuar fenë islame në perëndimit, kanë ardhur të çështja e ajeteve mekase dhe medinase ku janë dalë dhe janë munduar nga kjo histori, domethënë me nxjerr disa mësime shumë të gabueshme. Pse? Çka kanë bërë ata? Me qëllim. Shihni, me qëllim. Studimet orientalistëve duhet gjithmonë të marrë me rezerva. I këshilloj studentat, shokët e mi, profesorët, kolegët, kudo që t'jenë, kur përmenden studimet e disa të për islamin, duhet i kemi me rezerva. Dhe nuk bon na me shku mi marrë studimet e tyre për referenca, duke i pas na do thot referenca tona islame, duke i pas na do thot njerëz tanë studius të besueshëm. Ata që kanë bo, apo Kurani nuk është i shkuar nga Allahu xhaleshanuhu, dhe nëse bëjmë një krahasim mes ajeteve që kanë zbritur në Mekë dhe ajeteve në Medinë, po do të shohim se ata do të kenë një farë kontradikte mes tyre. Do të kenë një farë kontradikte tematikash, domethënë temave, stilit, fjalive, mënyra se si i shtjellon Kurani i Mekës çështjet, se si Kurani i Medinës, domethënë zbritja e periudhës Medinë, se si i shtjellon. Mustashriq dhe orientalist kanë ardhur në përfundim se ky ndryshim i stileve tregon se Kurani nuk është i Zotit. Normal, kjo është një rën e kullune, kjo është do të thotë një gjahë në gjuhën arabe, një mosdituni, më thënë qartë, që do të tregon për mospjekurinë e tyre shkencore, po më e qëlluna është me thonë për hidet e tyre dhe për qëllimet e këqija që kanë pasur gjatë shekujve në studimin e shkencave islame për me mbjell dyshime dhe zemrat të muslimanëve dhe studiuesve të Kuranit. Ku guxon Kurani fjalë Allah të lëshon me pas kontradikta? Ku guxon Kurani libri i shpallur nga Allah që është lëshon dhe i ruajtur deri në ditën e sotit, ku guxon me pas kontradikta? Po përgjigjja më e lehtë që ju jepet atyre orientalistëve, atyre gjahilave, atyre do thotë që përshqiten se njerëz të gapsit dhe të dijes, ata akademik, përgjigjja më e thjeshtë atyre është periudha mekase, është periudhë do thotë fillestare. Te Kurani ka ndjek një metodologji gradualiteti, se si me eduku shoqërinë mekase, se si me luftu të këqijat shoqërore, ideologjike, morale, ka zgjedhur Kurani në metodologji shumë sigur
Ajo metodologjia sigurt është metodologjia e gradualitetit. Do të thotë ka shku shkallë, ka shku dal nga dal. Nuk ka shku për një herë në luftimin e fenomeneve të ndryshme të këqija, me një herë. Kjo nuk lejohet logjikisht, as nuk pranohet, do të thonë historikisht, as nuk pranohet do të thotë në asnjë aspekt, nëse ne mundohemi të thotë një libër o tekst shkollor universitar, një shpjegu studentave me javën e parë, takimin e parë, pëse për 16 javë, për një semestër me kryet librin, për një ligjerata apo 2 ligjerata, kryet komentimi i librit dhe kryet semestri. Asnjë universitet në botë nuk e bën këta. Asku nuk ka në botë qështu, pse se kuptojnë. Për me mësu Kur'anin përmendesh, edhe sot dhe asaj dite, një kohë çfarë duhet, edhe para studiusin, edhe para fëmijën, edhe para hafëzin, e për një herë së në mëson askush. Do të thotë, ka Allah dikush e mëson më shpejt, dikush më kadal. Mirë po, për më shëndosh, një sëmur, për më shëndosh nga sëmundja, ati duhet koha, mos edhe barja për ilaçi çka e merr. Prandaj, koha është edhe faktori kryesor për shërim, për me arrit shërimin. Këto është edhe rast i programeve të Mekës, mushrikëve, politistëve të Mekës, që kanë pas do thotë mendime të këqija, mendime do thotë kanë qenë çështje e trinitetit të Allahut, apo çështje e kufrit, mosbesimit, injorimit të Allahut xhaleshanu, injorimit të ahiretit botës tjetër, injorimit të ekzistencës së Allahut, do thotë xhaleshanu, të mirat e tij, luftimi i pejgamberit alayhis salam, luftimi i birrjes së tij, traditat e këqija që kanë qenë nga dishullin arabik, çështjen në aspektin social, familjar, moral, sa që në të thellohem me këtu të thotë në ligjerat tjetër, shumë kanë pas tradita të këqija që janë shumë normale për një popull i cili ka jetu në dalalet, ka jetu në terp, ka jetu në humnet. Shumë normale me pas të këqijat, që që kanë pas përëndërit e vjetra, romakët e persianët dhe i janë të kinez. Martesat brenda familje, mbytjet, po komplotet, po helmimet, pradhimet, vjedhjet. Do të thotë njerëz në dalalet për humje, dalal. Ardhje pejgamberit alayhis salam. I kanë ata në zulumat, i kanë zirë prej terave, një terë, zulumat, ka artë në anor, zulumat, jo zulme, një terë, për shumë terna, shtresat e ternave, po, i le nërë në ti të qarë. E për mi shëru gjitha këto problemet ideologike, problemet sociale, problemet morale, duhet kohë. Kurani, 13 vite, dhe thot ka zgjatë në periudën mekase, po, derisa duke i folë mushrikëve, apo duke i zbrit ajetet e kuranore që, po, që flasin dhe thot për besimin në Allahun xhaleshanu, flasin për ahiretin, për botën tjetër, flasin për moralin e mirë, flasin dhe thot për veprat e mira, ndërsa obligimet e randa, si puna e agjerimit të Ramazanit, si puna e mbulesës të hijabit, si obligimi i gjihadit me luftun luft, po edhe namazi, ma vonë të të partë, që është po të të fillim jo, ma vonë është po në Mekë, po ka obligime të të gjihadi, agjerimi, hijabi, ka janë morë farz në Medine. Shifrit, jenë bo farz në Medine, më 13 viteve, duke u mundu Muhamedi alayhis salam dhe shokët e tij për me prediku fenë islam ndal ka dal, shehu razi gradualisht, duke përballuar torturave të ndryshme, po në çmimeve të ndryshme, mundimeve të ndryshme, e ka rezistuar derisa ka ardhur koha dhe undri që Allah ka thënë tani është koha që ju do thotë ta leni këtë tokë dhe të migroni, të shkoni. Ka fillu grupi parë i hijretit i emigrimit në Abisinin e Etiopi, pastaj grupi tjetër era dytë në Mekë, në Medine, dhe kështu do të thotë në Medine ku kanë ardhur
tani fillon do thotë kapitulli tjetër i jetës të themelimit të shtetit islam. Orientalistët, si për shembull Regis Blasher në francez, si Theodor Noldeke i gjerman, si Ignaz Goldziher në hungarez, si Joseph Schacht, edhe ky do thot gjerman, William Muir, edhe këta anglez, Richard Bell, anglez, Maxim Rodinson, edhe këta do thot, librat e tyre të ndryshme që i kanë përmend, historia e Kuranit, dhe jetë Muhamedit alayhis salam, krejt janë munduar të këta që janë përmendën në botën e orientalistëve, që i përmenda do të Regis Blasher, Theodor Noldeke, Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, William Muir, Maxim Rodinson, Richard Bell, këta shtatët janë imam, janë dhe më thonë shenjat apo tempujt, ikonat e fesë islame në Perëndim. As i Perëndimin nuk pozon diçka me shkrujt, e islama me sulmuar, mësuar nga mësuesat e tyre nga praptit, nga jetën e mashtrije. Merë me mërë Theodor Noldeke, ky Gjermani, 94 jetë, për gati 100 jetë, edhe të shkruaj që Kurani është vepër e Muhamedit alayhis salam. Jo Allahu xhela shanu, manipulon. Ignaz Goldziher nga Hungaria dhe ky çifot ka shku në Palestinë, ka jetuar atje, ka mësuar anglishtën, do të thotë me skepticizmin në dialektet e Kuranit në fenë islame. Richard Bell në përkthimin e Kuranit, e tjerë, do thotë ka janë ata ikonat e imam, më thonë e dalaletit, imamat e prishjes të fesë, imamat e që kanë shkatruar fenë islame për opinionin e anglezëve, për vendimorëve, në mënyrë që ata do të thotë që mos ta përqafojnë islamin. Po normal, elhamdulillah, do të mësona që mundimet e këtyre kanë bon, po të kemi xhenem, po të shih ali aden, e ila nari xhenem bitë masir, i da ditë nuk i Allahut, i da fetë islamin po përhapet, e mëndia muslimane me qindra po pranojnë dhe Perëndim fenë islame po pranojnë dhe po futen, ndërsa mundi këtyre ka qenë do të thotë që ka shkuar dhe historia do të shkojë në faqe të zeza, do të thonë kontribut keq ka dhënë. Mirërisht shumica nuk i njohin ta, po shkojnë dhe i marrin librat e tyre dhe përkthime të tyre të Kuranit dhe i mësojnë me studentë. Do të pas shumë kujdes. Këta janë ata cilët bëjnë vezvese, bëjnë dyshime e Kurani i periudhës Mekas. Stili kuranor i Mekës o ka dallim me stilit Medinës. Stili me i Mekës, vëllezër të ndershëm, kanë ajete të shkurta në Mekës. Aty Allah që shumë përdor stilet të thotë për me friguar popull. Për me, domethënë, një metodë ka qenë metodë edukative arsimore, se Mekës domethënë ata shumë keq të sjellën me Kur'anin, shumë keq të sjellën me pejgamberin alayhis salam, dhe Allahu xhela shanu ka zgjedhur disa ajete apo për të krituar. Dhe kur shpem në Kur'an për shembull, idha ja'at at-tammatul kubra, kur vjen ai kiameti i madh, at-tammatul kubra, ku lexohet ky ajet, suratul Nazi'at, vjen ai tjetër surat Abasa wa Tawalla, idha ja'at as-sakha, kur vjen ai bërtimi i madh, do të thotë krisma e madhe, do të gjitha krijesa, pa janë stile do të thotë me rritur po në Mekë. Ka përdor Kur'ani për surat kanë zbritur në Mekë. Në Mekë është përdor dhe friga nga zjarri i xhenemit, domethënë nëse të punoni, atëherë keni të dënim, keni pas për gjykim. Në Mekë do të thotë janë stile metodat e Kur'anit që janë shumë të llojshme për me edukoni popull që janë shumë i ashpër me Kur'anit. El-Qari'ah, Mel-Qari'ah, ka janë ajete që kanë zbritur në Mekë, këto të shkurta, e krisa madhe, që është ajo që ka ditë për atë krismën e madhe. Përsëri Kur'ani do të përdor metoda të ndryshme, që mesazhi ja futet në zemrat e shërbimet paganëve.
kanë qenë popull problematik shumë. Studentave kanë njerë unë të bjavoj universitet, atë kanë njerë të gjëmat e bjavoj ata të partë ju i kanë qenë shumë problematik kanë qenë. Shumë të lashe pejgamberët të nuk keni histori të mirë, po normal ata që kanë punë kanë histori të mirë. Po disa tjerë që kanë ndek si pagan, si jo besimtar, ata nuk harohen. Stili tash, do të thotë i Medinës, pranët, nëse këshyrim të ashtunët e Medinës që kanë sëritë e Medinë, atë janë do të thotë kemi metodë tjetër. Është metoda jetët që flasin dialog, që flasin dialog me ehl kitab, me kriterë të qikutët, që të rasin të mëto për sjellje të mira, që të rasin të mëto për komunikim, që të rasin për vepra të mira, po, që të rasin për besim. Do të thonë në misionin e Muhamedit alayhis salam. Kjo është një e Kur'anit, dhe shkencë interpretimet e Kur'anit, dhe shkencë e Kur'an, tarikh nuzul al-Kur'an, prandaj, çfarë qëllimi e historiku لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة سبب القرآن كان آيات كذا آيات سبب القرآن بزجاجة جملة بوتس جاجس القرآن كان منظور تيجي تشكيل نيش أجان لا يبسم دار لكن كرقوة سبب القرآن بزبرت نيهر بزبرت برينات إسلام محمد عليه السلام هذا مو قرآن فيلمي Po Kurani nuk ka zbrit njëherë dhe nuk është përgjegjës ftesat e tyre për ëndrat e tyre, por ka zgjatur 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medinë. S'ka tani ka mençuri, se Kurani nuk ka zbrit do të thotë, po edhe i shërbo normal me ata. E ti si njeri tash, duke predikuar islamin, që pas parasysh një rreth shumë të ashpër, shumë agresiv, ti duhet tani freskim, ti duhet tani të bëton një refresh, me të avë zemrën, për problemet dhe strukturave, britjet e shpeshta, ka 2 ajete, ka 1 ajete, ka 5 ajete, ka 10 ajete, ka gjenë, kjo metodë e zbritjes, domethënë shpesh, ka disa ajete, Allahu thotë në Kur'an, "Kadhalik linuthabbita bihi fu'adak, wartalnahu tartila." E kemi praktikuar metodën e gradualitetit, po me ta përforcuar zemrën tënde. Zemra jote si njeri, të njerë po dobësohet. Dhe me drejt, sa herë Kur'ani na flet, pejgamberi alayhis salam është qajt, ku gajdos, ku të ronë dhe presjan, pse popullim po mbesën, pse popullim po më refuzon, pse kushërit agjallarët e mi, ata po ma luftojnë misionin tim. Allah Gjeleshanu ka thënë në Kur'an, Taha, ma anzalna alejke al-Qur'an li tashqa. O Taha, një prej emrave të Muhamedit alayhis salam, të flasit një prej kuptimeve, nuk ta kemi zbrit Kur'an. Limen yakhsha. Kur'ani është ajeti tjetër në surët al-Kahf, la'allaka bakhi'un nafsak
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أتي دوش ببريج ويدن برد ويدر قوارين بسون فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كرايتهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كرايتهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كرايتهم الذي فلا تذهب مش كثرة ويتن طاند زمرن طاند من مرزي ماذا سنة وبستان كار نتيجة قال الله جل شانه يو كان سكيم مزبي فيها شكوري بيو هوكا مراحتو باسا هذا من بيو ويو قرآن كان مزبي آيات هذا مزبي قرآن يستحق لما صار كثرة نتيجة sipas rasteve, sipas pyetjeve, sipas problemeve, sipas rrethanave sociale, po këtu i ka qitë në shesh Kurani edhe mbredhinat dhe komplotin dhe planet e këqija të jo besimtarëve, të munafikëve, të paganëve, që kanë bërë diçka keqe ata, në Kurani ka ardhur nga Allahu xhaleshanu dhe ka shpjeguar atyra të sekrete. Për që të arsyeta për një herë Kabra këtë Kur'an s'ma nale rahat e gjbren. Sa po bëjmë plan diçka se ti për me mytë Muhammedin a.s. ka po kompletat e tatë, me po diçka, po Kur'ani po vjen dhe po e bëson Gjibrili po zbret dhe po çka pja dikton Muhammedin a.s. se po do të pagant apo mushrik të mundu të thotë kymet të tabo do të thotë një të keqen. Më i dhjem kurubike alladhina kafaru. Ata të cilë jo besimtar, po bëjnë mekër, po bëjnë domethënë, po komplot të ndërtesh. Ju të tuluk, ju khriqu, me të mytë, se me të ndërë nga Mekja, po se me të zonë tyje, me të thot, po jem kurune, po jem kurullat, po bëjnë ata planët e kurthe, po Allahu zërë, po shirkanar, dhe po të shkatrën atyre këtë. Në mënyrë të zvrit, çka dëshmojnë Allahzën? Ka dëshmojnë ekzistencën e Allahu xhaleshanu nga lardhë, që për cilë situatë në çka po bëhet, po edhe po zbresin ajete si mbas situatës kritike, si mbas pyetjeve, si mbas sjelljeve do të paganëve apo në Medinë tjetër të krishterëve apo të jehudëve. E kjo dëshmon edhe ekzistencën e Allahu xhaleshanu, Kur'ani është libër dinamik, i gjallë, të kanë umet, po të kanë popull, e duhet ndalë gadaj. Jo për një herë. Se është çështja tema, është për me kalu një popull dhe me pasru nga një gjendje e keqe ideologike, një gjendje të re, ideologji e re, besim të ri, moral të ri, duhet kohë. E prandaj, do të zbritje, e shpeshtë të Kur'anit, e tregon vlerën e Kur'anit të madh, e tregoj do të thënë përforcimin e zemrës së Muhamedit alayhis salam, sa ka qenë i vlefshëm Hazreti Muhamedi alayhis salam për Allahun xhaleshanuhu, e ka kërkuar do thotë edhe freskim zemra. Po zbritja e Kur'anit shpesh tim çka thash, është freskim. Zbritja e Kur'anit i tregon edhe kontradiktat e besimtarëve dhe të mushrikëve, që gjithmonë ata janë mundu me qitë dhe rrena të Kur'ani është dhe për Hazreti Muhammedit alayhis salam, ndërsa jo dhe nuk është i shpallur nga Allahu xhaleshanu. E ardhja e Kur'anit e shpeshtë, zbritja ajeteve, kjo tregon do thotë se Kur'ani është nga Allahu xhaleshanu dhe jo nga Muhammedi alayhis salam. Njëherë, nëse ka gabu dikush prej sahabeve, apo vetë Muhammedi alayhis salam nëse ka gabu në një gjykat apo gjykim, Kur'ani ka ardhur dhe e ka rregulluar, këtë gabim e ka fiksuar. I ka lejuar pejgamberi alayhis salam disa shokëve të tij, po mos marrin pjesë luftën e Tebukut, se ishin martuar rishtas në Medinë. Dhe kanë ardhur, ja Rasulullah, qysh kilometra gradure nxehtë e Tebuki për Medinës është 800 kilometra larg, qysh më ardh? E ka thënë hajt rrini, mas jeni martuar, rini atë. Kanë ardhur grupi tjetër, ja Rasulullah, ka thënë shtëpiat për konsi kemi miru shtëpiat veç vetjen familjet, po nuk mundna më marr pjesë, i ka lënë, i ka leju.
Allahu xhaleshanu pas ka zbrit ajetet e ka qortuar Hazreti Muhammedin alayhis salam. Afa Allahu ank lima adhinta lahum. Allahu xhaleshanu të falë ty këtë gabim. Pse atyre u dha leje për mos më marr pjesë në luftë. Ha? Shpesh hiç mos më dhon leje. Mirë për zafra Muhammedin alayhis salam të rahmet këtë mëshirë. Një i kalon. E ka leju. Po. Paskën Kur'ani ve për Hazreti Muhammedin alayhis salam. Ku është autori aty një ajet për me kritiku tjetën e tij. Ka autor sot libër shkron vepra libra, qindra libra që kritikon veten. E letë i ditë kiametit. Ata orientalistat marrë duhet mi ardhë. Marrë duhet mi ardhë se këta jetet ti kanë pata dhe kanë marrë vesh për këthimin e shumitës ajeteve, po që Kur'ani është libri Allahu xhaleshanu, shpallu. Ata kanë qëllimin me injero ekzistencën e Allahut dhe me injero Xhibrilin dhe vahjin. Kur injerohet vahji, s'ka shpallje, s'ka Xhibril, s'ka Allah, atëherë atë Kur'ani është si Injili, është si Tevrati, po libër që pranon do thotë për studime lingvistike, për studime antropologjike, për studime moderne tjera, do të thuhet me rrugën e librave të tjera. E kjo është vërtet. Kjo do të thotë rënë punën manipulim me faktet historike. Prej veçurive do të pse Kur'ani ka zbrit do të thotë po të tregu se metodat e ndryshme Mekës dhe Medinës do të thotë nuk dëshmon për kontradiktin e Kur'anit, por dëshmon për kontrollën direkt Allahu xhaleshanu të asaj shoqërie, se si e ka edukuar në çdo aspekt. 14 pyetje janë në Kur'an, kur shoh e kanë pyet Muhamedi alayhis salam edhe kitab edhe krishterë, tutut. Yes'alunaka 'anil anfal, yes'alunaka 'anil khamri wal maisir, yes'alunaka 'anil yatama, yes'alunaka na'am 'anil ahilla, të pyesin për jetimet, të pyesin për kushtet e hanës, të pyesin do të pjesëmarrë, të pyesin për mujt haram, mujt e xhillëkut, kur të pyesin, thuaj, 14 pyetje janë në Kur'an. Unë marrë pyetjet të mundja, si në zhvilluar, po, që asaj periudë janë zhvilluar të pyetjet. Prematurinave do thotë është që duhet me pas kujdes për me ngrit një shoqëri, një familje, një mas nga gjendja më e lehtë, gjendja më e rëndë, apo nga një obligim që është më i lehtë, obligimin më të rëndë, duhet kohë. Mos me ngarku ato për një herë, se për ndryshe rezultati do të thotë nuk do të ketë sukses. Duhet me pas parasysh këtë çështje dhe nuk egzageroj, si kom propozohet në kuptimin tim, që edhe sot në përbot, për me kryer një fakultet duhet 4 vite. Po, duhet 120 kredit orë me marë studenti. Po, në më thonë, nuk ka në botë që dikush të kryen fakultetin për një vit apo për një trimestër. Duhet më kjo periudhë. Si shkolla fillore, si shkolla mesme, si fakultetet, si studimet postdiplomike, nuk e egzageroj në të thëmë që këtë bukurie edukimet të studentave është marrë edhe nga bukuria të fenomenit kuranor. Nuk e egzageroj, edhe besoj që mas shumëti që kanë përfitu këtë histori me edukur generata, po, dhe thot, nga kjo histori e Kur'anit ndal gata. Në lazën të ndershëm dhe të udra, akademik të gjëllar, për mungut, nuk bënd dhe thot mungut i jetën tonë. Këtare, nuk bënd mungut jetën tonë. Dhe thot, se si me kërkuar rezultat të shpejt, nëse na e kemi ndërmarrë një projekt, nëse na kemi marrë një aksion, po me xhamatin, për me eduku ata, për me mësu fejen, për me bo njerëz të mirë, du largu prej harameve, po të gjitha vetive të këqija, për mungut. Për 1 vjet, 2 vjet, me rëhmo dhe dhe hoqe me tha vallaj, ka tonë, këtë vjet imam 2 vjet, po hiç ka përmirësim, atë të gjamat të kam me veti, 2 a 3, po hiç nuk me ole, me ka hoq, as të mëjnë Ramazanin, as që shtu edhe,
shmica dhe po ikin nga ato fshatra dhe po i lanë. Ti duhet sabër me bon. Ti duhet sabër me bo, dhe ndal nga dal, ti me punu dhe mund të dërzuar atë misionin tonë, si Hazreti Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ata trit të cilët po futën në fe rishtazi, apo pranojnë fenë islame, apo kthehen dhe musliman po kanë punin në më thoni kthim, në U-turn, madhe kanë po. Edhe ata duhet ndal nga dal me praktikuar fenë islame dhe mos mungut. Mos mungut. Ti nëse ke bërë këtuve, nëse ke pendua, po, nga nëse ke, më thonë, ke pendua të Allahu xhaleshon më hu, ka veprat e këtia, atë tash e fillon një sistem të një të jetës. Prandaj ki kujdes. Nuk ki nevojti me kjerësua vetën tënde. Je student në fakultet, po deri dje nuk je parë, tani e keni të parë. Normal ri. Ri normal, nuk ki nevoj. As për shumë mjekrën të për një në fillim, as me veç të keshët, në tonë që kërën dhe traditave tuja, Pakistanit, Arabiste, me shallara, gjëmë apo diqka, as mos me veç në tonë, ri normal ti. Se kjo rrugë tani, kjo është e gjatë. E është frika që ti nëse bënë me të përshim radikal, po edhe ngutesh, nuk punon me gradualitet, sot që di që një muj, 2 muj, 1-2 vjeti për sëri kthesh, se me një jetë në gjështë për kraje ka qështë. Prandaj, dal nga dal. Rinë normal është që je, çdo me besimin Allah që në shonë, me lexim, dal nga dal të lartësohesh në shkallën e lartë të besimit e në të kulturës islame. Nuk ki nevojti me shku me luftu prindërit tanë, nëse ke qenë jo besimtar, po katolik, krishter, si që është rasin në Perëndim, po në Amerika, po në Gjermani, po në Angli, po në musliman, pas ta shkon e mjekër një vesh do të qatë Arabëve, e Pakistanit, Bangladeshit, po dhe shkon pas të në familje, në silë të keqme me babën e me nonën, e me mundrat, mundohet edhe ata, i po musliman për një ditë e një natë, për masakra, e të dordhonën. Kjo është gabim. Kjo është gabim aktual, nga këto gabimet personale, individuale, sherja është, shkaku është, mos leximin e historikut të zbritjes së Kur'anit, mos respektimin e fenomenit të gradualitetit, po në pjekuri, në kuptim, po ku nuk respektohen këto mësimet kuranore, atëherë të lashe kanë me bëj çdo kush. Po, prandaj nuk ka nevojë mos sjell ashtu. Ti pejdje, po s'ke qenë kurkun, sot ja ke nis, dal nga dal. Mos shkon në shtëpi për një herë edhe me përdor dhunën, ndash me gruan tënde, apo ndash me fëmijët e tu, apo me prindërit e tu, po ti bën u shembull, si Hazreti Muhamedi alayhis salam, me sjelljet tua dhe bën revolucion të heshtur. Me sjellje, bën revolucion pa fjalë. Po. Vërtetoj veten tënde, vërtetoj moralin tënd, niyetin e mirë, zemrën e mirë, atë me punë. Dal nga dal. E sot që po bëjnë, sot që po nim, disa viste, sidomos janë edhe raste në internet, po, disa Perëndim si në Angli është rastin me një vend, disa trinj, po, ata emigranta, po tash, familjet e tyre emigranta, do me thonë, po, ata kanë linë në Londër, po, kanë në shtetësi aty të vendeve, apo në Gjermani, po tash përshkojmë për shpalli disa vende të mahalla, po zonat sheriatit, zona praktikimi sheriatit, nga ora 4 mazite deri në 10-11 natës nuk uzon kush me kalu i deri me pistan me kalu, se në të kalojnë, me thonë do t'i sulmojmë ata, po e përdori dhunën. Bre, çka jeni ka boni kështu? A jeni në vete atë ditë? Kur u bë Londra zonë sheriatit apo një lagje e Londrës, edhe pse ti ke lind ato bi edukuna në Londra aty. Familjet e tu, prindërit të tu arvacak aty. Prandaj ti kush jeti ti ndjeni xhamati ti je, një person i thjesht, ti nuk je as imam, as lider i muslimanëve, as qeveritar, as princ, as mbret, as kush. Ti në çfarë aspekti ti i ke dhënë drejt vetes, ti me shpall atë vendin zona sheriatit. Sikur se mu qutash dikush të në Prishtinë, aty janë Prizren, në Kosovë, edhe me okupun një lagje Shadravan aty në Prizren, apo diku në Prishtinë qender, edhe me tha, këto në tash zona e muslimanëve, këto nuk guxon kush me kaluë, atë në qenë nuk guxon kush me kaluë me fistanëve, dhe me thonë, apo diçka se për ndryshe, s'ka. Po jeni kështu. Duhet këtë metodologjina dhe thëtë nuk e pranojnë fare, këto është e gabueshme,
dhe është kundër fenomenit të gradualitetit, që është fenomen i Kur'anit, dal. Në universitet atje tash, rinia jonë po falen, jenë po namazlik, krejt në rregull, po të nuk guxon me luftu profesorin tonë aty në klasë, dhe mu qumë me nalë ligjeratën, edhe me kërku mes ligjeratës, hajde po falim namaz. Po, do të me pas kujdes, edhe me gradualitet, ndal dhe thët, mu përhap morali mirë, mu përhap ideologjia mirë, mu përhap besimi i shëndosh, dal, me gradualitet. Bite dërrëz. Sikur se Kur'ani, alkoholi kur u bon, ka kalun 5 faza deri kur u bo alkoholi haram. Me kësë u bon alkoholi haram. Çka thash ma herët? As gjihadi sukon meke farz, as Ramazani, as mbulesa. Po, Kur'ani nuk i ka diskutu këta çështjet, se populli kanë problem me besimin, kanë problem me besimin e Allah. Nuk guxon me kalu ti si thirrës apo si edukues çështje sekondare, pa i përfill çështjet primare. Andaj besoj që kjo duhet me qenë e qartë, edhe në aspektin edukativ arsimor, se si na po edukojmë, se si po sillemi me të tjerët, shumë do të pas kujdes, se për ndryshe media, huaj, apo ata të cilët nuk u adojnë të mirën muslimanëve, po ata më dispo prisin musulmanë, çunë çka bëjnë muslimanë, çunë çka bëjnë ta mikroshet, çunë çka bëjnë ta pe arabin. Po ma hizbonion sonte më që në Facebook që lajmëron si ligjëratë të tjetë sonte kismet do ta shtjellojmë për temë. Dhe të zakonisht, përshëndetje, selamun aleikum, paqe, njeri paqësor, i kutu bela, selam, a i më marrë vesh, a i të kritikon, çka më të fjale selam aleikum, na Arab nuk jemi, të nga tjetë atë, po, marra, dhe ma kishbo marra, dhe. E valla, bashke para ligjëratët, bashke prejka pak, po, për sabër do të bon, e i thash, kujdes bre thash, alergjik në esme se do të bëhet mirë, thash, kujdes. Po, populli jonë që shtu ala, dhe më të kanë ato vretje, sulmojnë, kritikojnë, qërtojnë, nërshtojnë, më bënë të në thonë, me gjësë më bëga vishë, të ashtë selam aleikum. Po, kurgjohë, dhe më thonë, kjo nuk po, të internacionale, 1 miliard e gjysë muslimanëve përshëndet njëri, më thonë, 1 miliard e gjysë popullit me Kur'an, mirë po, ditoria ti apo perceptimi ti, po na si jemi Arab, tunga tjeta, ani në rregull, edhe tunga tjeta të thëmë, po tungat, të zgjat tjeta, sa bu, po inshallah drejqet kryta dhe kokat rregullohet edhe kupton realitetin, se më të zgat jeta edhe mos me kuptu realitetin, ku për tyje, po vallaj, ku për tyje, ashtëm. Ka që është edhe me thonë, e gradualitetit, që duhet na sot të aktivizojmë shumë jetën tonë, mesin e imamëve, mesin e, do me thonë, jetës tonë individuale, në aspekte, do me thotë, universitare, akademike, mos ngutemi, do me thonë, unë, ato shkollat e mesme dikurit që kanë qenë 4 vite, të thotë, e ta që i kanë bërë 3 vite, për mendimin tim, kjo nuk është e pranuar akademikisht dhe as shkencërisht, se kur intensivisht kur jipen kurset, aty kualiteti vjen. Këto na kemi dëshmu në universitet. Prandaj, këtë liqë që kanë fut edhe në medrese, po 3 vite shkolla, përpara ka qenë 4 vite shkolla mesme, tani 3 vite, po tu do të është gjymtua dhe është shortua, do me thonë shumë shkenca jenë largua që jenë dom të studentit. Dom të ati studentit, po, mirë më nuk pajtoj fare me këtë, dhe është gabim, po, dhe se këtu, kualiteti punës dhe fryti që na po presim të ardhmen me arë, ky medresant, apo ky shkollës teknike, apo ky shkollës mesme, ta nuk kanë me qenë në nivel të dur, se ju mungojnë disa shkenca. Ju mungojnë disa shkenca sociale, apo humane, të cilët nuk i kanë mësuar. Po, në Arabi kështu nuk është, po, në shkollat të ri me famë, nuk është, për disa medrese tona, ala, ma gatë i kemi pasna. Po, e kjo është, dhe me thënë, dam akademik që nuk tonë më përnu. Fakultetin, për merë master, për merë 1 vjetë për dhe përbohet master. Po, vjenë edhe për shtyjet
me tyje për shtyje po të reziston tyje, po qka? Me master. Një 3 vite i ki bëndo është tani vjetë, të më thonë, që është një vjet i landëve me marrë metodologjia e ulumtimit, po që problematika e temës, pastaj mu fut në provime, pastaj dhe temën me shkrujt, po me njëherë, ekspres. Edhe kjo është dhe të nuk në regull. Çdo gjë që ka del para kohë, kemi me pas probleme. Qënim mjeshtrit e kerave, a respektën gradualitetin. Cili ka marrë pikon mekanik, dhe me thonë, kaf, i kanë thonë dhe me thonë, po shërtor, apo si mësues i zanatit, ka 6 vite, 7 vite, po 8 vite kanë najtë e mjeshtrit e usta i vetë, pastaj dikuri e kanë la dyqan dhe kanë shku, kanë qilë dhe me thonë, me regullu kerat e veta. E që ka të mërmendet ashtu një vjetë më artë një djalleri me marrë zanatin e mekanikut, dhe nesër e me qilë dyqan. Që ka mërvesh e në regullimin e kerave? Apo regullimin e kompjuterave, apo për diçka. Prandaj fenomeni gradualitet, është në dobi të studentit, në dobi të individit, në dobi të shoqërisë. Pse? Aty pjekët përgatitjet shkencërisht, shpirtnisht, moralisht, po çdo aspekt përgatitet kandidati dhe kur del në terren, atë nuk frigohemi nga ai. Kështu ka qenë edhe vizioni i Kur'anit me përgatit gjenerat të re, gjenerat të fort, besimtarëve, sahabeve, po një kalit me galet e me problemet, me provimet të ndryshme, me persekutimet, me torturat, me sfidat të ndryshme, që ata në periodën 23 në që në kompletimi spritet të Kur'anit, vdiq Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe ta në dorë dhe shkon në Azi, shkon në Malezi, shkon në Indonezi, shkon në Anadol, në Azin qendrore në Rusi, dhe e përhapën fenë islame, me mjete primitive. Se, ato generatës u pjekën në medresën në Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nuk atun në shkollën e Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Në çdo institucion, fetar apo akademik, në çdo shkollë, shka qetë, dhe me thonë, trajnime shpejt, diploma shpejta, ata do të pas kujdes, se nuk ja bëjnë hajrin dhe të vinë atyre kandidatëve, se dhe shoqëri, se nuk dalin dhe me thonë, mirës të shkath, as të zotët, e ata e shkenë, dalin pa atë. Shqipni mjek në për spitale, kini pojën një mjek, dhe të sevesh në tirin e varë, të bo praktikën, me stërvide me të pashkën salën operative. Ku përdonë a me bo në operacion, sa gradualiteti, në dëshmëria, shkallëzim, dalga, atër pjekët edhe zemra, pjekët edhe kokë, pjekët edhe profesioni, dhe kështu dhe thot, arjetë dhe të dhimi. Besoj që isha i qartë, i ka shkur, sa i përket çështjes së gradualitetit dhe kërkonit të si në mëson në më thënë këtë aspekt, e kjo dhe thot, në ligjëratat tona, po sistematike, njëna për të rinë në dobitë shoqërisë civile, në dobitë shoqërisë tonë, në dobitë shtetit tonë, po përlypim kuadra të shëndosha, përlypim kuadra individ sigur, dhe me këta kuadra të shëndosha, akademikisht, shkencërisht, fetarisht, na do të ecim përpara, duhet durim, se edhe biznesmenët me njëherë nuk arjen, duhet në lodhë, duhet i kuve gjatë, me ardhe i të pasurie. Ata nesë ka arjen të pasurie për njërë, që ko fryte, që ka piqen, në tonë, të pjekën, jo normal, po me pjekje dhe më të nëzemi artificiale, kanë shije tjetër, dhe sa këtë kanë naturale, kanë shije tjetër. Edhe kështu kërmone e ka të shku vetën e ti, sahabët e kamerët e kanë të shku vetën e ti, jetuar gjatë tërë historisë islame, nuk kanë buzu kush me dalë me dalë të va, po para publikut të gjematit, pa i marë i gjazetet për para i ka thot jetëvar, pa i marë diplomat, pa i marë licensat, sot të të licensa i gjazetet më të në rëvisht i vjenë. Njetë që kjo student e ka ledu këtë liber të vëgja i ti, të profesorit. Kjo student e ka ledu këtë liber për një të vëgjës këtë, edhe nësë të ka tali pregatit. Asot të na, jo s'dito ata,
Gjysmë doktori ta prish smutin, kanë thënë flesh për banka. Gjysmë mësuesi ta prish djalin, fëmijën. Po, gjysmë mjeshtri ta prish kerrin, ta prish shtëpinë, gjysmë inxhinieri merr gjatë. Gjysmë mekaniku shkatron. Që kjo janë problemet të tonë që i gradualitetit. Që Kur'ani neve na ka mësuar në historikun e Kur'anit, ne kemi këtë shpëtim. Ju falenderoj për ndërgjim, ju falenderoj për respekt, kohën. Inshallah shikemi të më thamë së në tjera javën arshme, ne po kalojmë pjesën e dytë të pyetje. Alhamdulillah rabbil alamin. Faleminderit shumë nderuar doktor, të falenderojmë për këtë pjesë të parë të ligjëratës, sinqerisht një ligjëratë shumë e vlefshme dhe shumë e rëndësishme për të gjithë ata që kanë arritur ta dëgjojnë nga fillimi deri në fund me vëmendje. Ne do të nisim menjëherë me pyetjet e dëgjuesve tanë. Na shkruan Ahmedi, thotë selam aleikum, të përzemërta dhe gëzohem, thotë që jeni kthyer përsëri në program, thotë elhamdulillah. Thotë sa i përket orientalistave kuptohet se ka shumë prej tyre të cilët nuk ja duan të mirën islamit, por ka dhe të sinqert, por çka dua të pyes është thotë kjo që ka thotë shumë prej dietarëve që tani janë dhe ata me gabimet e tyre na çojnë në dekadencë me dekada të shumta. Cilat janë thotë, cili është thotë mendimi juaj rreth dietarëve të tillë? Falenderoj së pari vëllain Ahmed për pyetjen dhe për komplimentet. Sa i përket orientalistave, normal historiku i tyre, se është histori e gjatë, shumë studime në këtë aspekt, shumë temat magjistraturës janë shkruar të doktoraturës, mirë po gjihen në gishta ata orientalistë kanë të venit të ndihen në gishta shumë pak në krahasim me shekuj. Flasim me shekuj. Normal, për të klasifikojmë orientalistat, u kemi atë grupin e parë që ata është ekstrem radikal që i përmenda one, u kemi aty këtu shumë pak që jenë pak objektiv. Dhe të thotë nuk rrejnë shumë me fjalë tjera, nuk manipulojnë shumë. E tregojnë pak realitetin, mirë po në fund të studimit përsëri, ajo është betuar për misionin cilën e ka dërguar shteti i tij në Arabi. Domethënë, në ata na ilustrohemi, përfitojmë, mirë për nuk gëzojmë kurse si mi u pëtep atyre. Kemi parasysh ta kemi. Sidomos të orientalistë që janë jo besimtarë. Shpesh kemi edhe orientalistë të arabëve edhe për shqiptarëve që janë do të thotë shqiptar musliman, po normal ta nuk kanë atë tretman atë fetva, nuk e kanë këta ato sikur të këta tjerë. Dhe natyre orientalizmit, tash nëse marrim detajisht tek këtu shumë e folë këtë aspekt, natyre orientalizmit, trojet tona balkanike, trojet shqiptare ka natyrë tjetër. Natyrë përfitimin nga kultura persiane, kultura osmane, kultura do thotë arabe, përkthimin atyre punimeve, prozave dhe poezive, gjuhën tonë, siç ka bëu Hafez Ali Korçë, Hafez Ibrahim Dalliu, e Shirazi, e Ferid Vokopola, e Veç Buharaja, të orientalistë tanë që kemi pas historikun tonë, kanë tjetër tretman. Ta unë nuk di, nuk kom lesu, dhe që kam punu me ta, që e kanë sulmu dikun fejnë islamë. Nuk e kanë sulmu në Kurani. Estagfirullah. Po ka dha mendime tyre, po, njërë po, për kaleme këtë palë tjetër, ai po të ty direkt, po, Kurani është njëllë, shpikje e Profetit Muhamedit alayhi salam. There is nothing to do with divine message. Divine do të thonë shpallje dhe shkrim. There is nothing called Gabriel of America. There is nothing. Prandaj këtu kirajetet me Kurani different styles of reading. There is nothing. Ato këto që do s'ka kur gjanë të sulman në wahi, shpallje.
Tu po mjaftoj me që ka që të thotë, duhet shumë kujdesshëm mos sjell me ta. Vetë perëndimit. Përkthime të Kuranit si vojnë, po, na kemi thashë edhe përkthime tjera Kuranit që është po na kemi shohën në studim, që është kanë pret neve në drejtim orientalist në studimet shqiptare, që kemi bëna drejtimet tona orientime, domethënë akaidologjike, filozofike, shkencore, po në librin ton doktrinat e tefsirit. E tani është në radhë edhe orientalist, apo doktrina orientaliste në studimet kuranore, doktrina sufiste, inshallah do të mbarim edhe ata, po që koha dhe angazhimet, dhe aty do të ta zbulojmë edhe këtë çështje të përthejmë më mirë. Prandaj perëndimit kanë tjetër status, shqiptarët kanë tjetër status. Duhet mi përzi këta dy çështje. Ata të cilët kanë gabime dietar, xhallar, normal gabimi thash po tu duhet mu identifiku, nuk për çfarë gabimi është, po atëherë nëse gabimi i qartë e kundërshton Koranin e pejgamberin alayhis salam, atëherë aty duhet më njëherë me demantuar, me tregu. Ma kështu se çfarë gabimi për qëllimin nuk e di pyesjen nuk po për qëllimin, do të bëhet se çfarë gabime ato të vazhdojnë dhe nuk po kthehen atë. Është për generale, është për domethënë këtu shumë. Falenderoj. Po. Do të vazhdojmë me pyetjen tjetër, vjen nga Bashkim Gjinovci, thotë selamu aleikum, deshta të pyes Hafizin, thotë a vlen agjërimi nëse nuk fal namaz? Respekt për stafin e radios Dituria Islame dhe për juve, i nderuar doktor. Falenderoj vëllaun Bashkim Gjinovci edhe ata, falenderoj sinqerisht, faleminderit për pyetjen, po shif çdo vepër të Allahu xhaleshanu nuk hub. Çka do? Agjërova Ramazanin keme pas shpërbimi komplet Allahu xhaleshanu. Po la namazin për ato të llogaritësh në mënyrë speciale. Në më thot mirat shënohen, sevapet shënohen, po edhe të shpinusat, të qijat shënohen. Në më thonë nëse unë tash nuk e fali namazin, për shkak më ka dhënë në agjëro Ramazan, nuk bon me thonë pse s'fa agjërera, pse s'fa falem, Allah edhe më të agjëroj Ramazan. Jo. Elhamdulillah, që më ka dhënë Allah këtë dashuri në zemër, më ka dhënë sabrin, po moj, alaja mirë, shëndosh, të agjëroj Ramazan. A me namaz, që sa kësmet e la më janis, inshallah janis. Më të agjërimi, shënohet se dhe për shpërblimi, sa për namaz, pashtu shënohet bënahi, e ajo, të thotë, llogari speciale, janë llogari speciale. I lutem me Allah xhaleshanu i forcu ata edhe të tjerët që edhe agjërimin, edhe Ramazanin, edhe ata që janë domethënë me alkool, me pijë, me haram, inshallah, edhe Allah xhaleshanu kthen në hajër në rrugë të drejtë, se vëllazën keni kujdes, jemi afru me vdekja, dita ditës, po shohim qindra po vdesin, qindra po varrosin, prandaj mjaft madje. Te i dje, ke vazhdu rrugën e shejtanit, kërkën të ka në haram, të thuj më stop, sot, të tani si rrugën tjetër, dhe Allah xhaleshanu t'i fal krejt, t'i fal krejt. Bënë me një mirë pendimit të ube, e t'i fal. Rrugën e Zot që i ki borgjet njerëzve personal individuale, ata duhet me lyp halallëk. Ama gjana tjera, Ramazan, s'ki agjëror, namaz nuk e fal, ki pi alkohol, ki bo gjana tjera ndalune, po me tobe, me pendim, krejt falë, si me lej prej nanës. Është koha tani me startu një jetë krejatë. Allah ju ndihmoft, faleminderit për pyetje shumë. Amin. Doktor, pyetja tjetër që vjen dhe duket goxha interesante tjetër. Shkruan Afrodita, jam nga Fushë Kosova, thotë desh të ju përshëndes edhe motin në radio shqiptare nuk kam dëgjuar një program më akademik se sa ky i sonmi. Dhe ju përshëndes për punën edhe vullnetin që pas këshit ju i nderuar doktor që jeni në studio. Desh të pyes, thotë, a i lejohet njeriu që të lexoj kur pa pasur abdes? Po bre, randa shjale është, nëse në teksti arabisht, këtë arabisht,
Më thonë, normal, për mashkullin duhet abdesti. Tani, po edhe për femrën muslimane duhet abdesti. Po tash femrat muslimane, për tona, po nërmë tona, gratë tona, i kanë do ditë të tyra mujore, po mesratënën mujore. Mirë po kanë dëshirë me lexu Kur'an, vendimi më i sakt i dietarëve, sepse kum kuptuar, edhe me sa e kum pa, lejohet. Ato ditë mujore do të vinë, po që nuk bën me ndaluar dikon kjo mendime më i saktë që nuk ka problem. Inshallah nuk ka problem. Të preparohet, merr një shtira për një çka sa që domethënë respekt për Kur'anin, edhe lexohet normal, lexohet. Ndashë rapid është ritëm, ndash edhe për kthimin shqip. Kur më kon për kthimin shqip, do të la më lehtë, domethënë se sa është origjinali teksti arabisht, kjo është për kthim. Domethënë nuk ka problem hiç me lexuar kthimin. Po, shqip, domethënë pa tekst arabisht. Për të tekst arabisht, edhe kjo një origjinal me izin e Allahut xhaleshanu, nuk ka problem, sidomos për studentët tonë apo për muslimanë, edhe nëse ajo ka ciklin e mirë. Pa problem. Doktore, e ka vazhdu dëgjuesja pyetjen në pjesën e dytë tashmë duke u përgjigjur ju, e vazhdon thot, po nëse thot personi në fjalë mund të jetë sëmur dhe i palëvizshëm e nuk mund të merr abdes, por e ka dëshirën edhe mendjen që të lexoj Kur'an, thot ka ditur të lexoj edhe në arabisht, edhe din akoma, por është i palëvizshëm edhe nuk ngritet do që të merr abdes e që të lexoj Kur'an. Allah e një mofta dhja, të është Allah ma lehtësim më i madh. Na kemë dojme me rahmetin Allah dhe leshanu, me mshirën e ti. Kërtoni palëvizshëm, mismu, ati mbjerja Kur'anit për para, qysht mundet taj, nëse mundet me marrë të jemu me prejk pak zallin, me marrë pak zallin, me thonë me një pakete, po me një peshkevir, se me ja prejk dur pak, po përmajnë do me thonë me marrë të jemu, po, ftyrën me prejk njerë edhe dur, shumë një rash. Kështu i bëjnë për spitalin Arabi këto, në Katar, Medina, atje në Arabinë Saudite, po, të bjerë pak vitro zallin, edhe marrin të jemu, edhe rinë pas për atë. Po, ma mërmende që do me thonë, për nësa me vetë sundet, po, aj që është apër smurit, aja mërë dorën, po dorën e ti edhe aja prejk dorën. Aja prejk dorën. Edhe jo, edhe e bën një jetë, pi apë të jemon, edhe ati edhe është i pasë të problem të problem. Allah i përgullah e shërof, i Rabbel Alemin, inshallah, nga jagrizma se ka dëshirën e madha për Kur'an, inshallah dhe të shnoshet, me izin Zotë Gjeleshano. Amen. Doktore, dhe pyetja e fundit që ka ardhur, thot përshëndetje me selam për juve dhe drejtuesin e programit dhe deshta thot të ju pyes i nderuar doktor se e kemi pas thot një debat me një shok të shkollës, thot ai nuk i fal 5 vaktet namaz, thot por kur i them unë hajde të paktën shkojmë bashkë në xhumë, edhe e falim një herë të paktën fillojmë me xhumën, ai thot jo, thot unë kur të filloj ja filloj me 5 kohë namaz, ja nuk filloj fare. Thot a po bëj mirë që po insistoj të paktën të filloj me xhumë ai, sepse nga një herë thot po më çet në lejthitje edhe mu, mos jam të gabu që po eftoj të paktën për një namaz. Jo, shumë mirë të botin, faleminderit për pyetje. Vazhdo që ashtu me të mira, dal nga dal. Me një gjumë. Shqipëria, që ka një doktor i ri, ka një ligjërat, ekip të ligjërat speciale, të është të përfiton diçka, por nëse nuk do, nëse apatëson nuk do, mos insisto shumë, mos mundo shumë, sa i tani ka arme një moment, është të luftu me shejtanin e ti, me egon e ti, edhe me laqet e ti, ajo ana e engjëllore, që është shpirtërore e lartë e ti, po, që për lyp ka Allahu, po dhe më këty ka Allahu, po mundohet. Dhe ajo ana, dhe më kjo ana e ndryqme, dhe ana e terët e shejtanit, e ngrej apet prafas, pele. Në aj, ka një konflikt në të më shpirtë dhe me kokën e ti, dita ditës inshallah, edhe ti lutu për ato, me fjalë mira, me sjellje mira, me buzëqeshje, po e përmendesh. Nëse jo,
inshallah se Allah të të zënë, ne do të lutemi për tyje, në dire që ka ardhur në xhami këtu, po edhe me sprita që të jashtë ka dhe punë çaj skallare, ti falë namazin, e ti me sjelljet tua, e me lutjet tua, vazhdo kështu. Po kesh lutje të vë, shkrumirje të het, do ndal gata. Për një herë nuk mujmë. Nëse vjen Ramazani, aty në më thënë këshilloha, apo dëzoha, me agjeru Ramazanin, taravit për me i falë me mujtë. Ramazani e lypë taravin në sezon speciale, po, edhe me gjithë metodën të si me në ndërhyre, në me thënë në fe rrugën e Allahut xhela shanun. Allah ju ndihmoft, Allah dash suksese, e inshallah je sinqert në thirrjen tonë, mos u dorësh, vetë mirë, të haro gradualitetin, në tema së ka qenë, Kur'an dhe gradualitetin, 23 vite ka po sabër, Hazreti Muhamedi alayhis salam. E ti me mua, kush jemi na, që s'bëjmë sabër 23 vite? Na do të bëjmë 230 vjetë sabër, po, për me ullzu këtë popullin. Jo me mallkue, jo me i shajt atë, jo me do me thëmë jam qenë lerën aty në. Hazreti Nuhi alayhis salam, Kur'ani shkruan sa vjet ka duru bre. 950 vite bre, 10 shekuj. Jeton këtë, të dikush qysh bre, realitetet koranore, si prallat, o bisesa, apo prallat e omegës. Laj me hak, 950 vite ka duru këtë sabër, nësë më me më sabër. Po, dal gada, mos më lu, me të mirë. Po, shoqërien, xhamatin, xhamien, studentët, në shtëpi, gruan, prindët, dal gada. Se me vështërsi nuk e ka përdor Kurani dhunën. S'ka dhunë në fe. Nuk ka dhunë në fe. Dhe sa pejgamberi alayhis salam ma kana linu fi shay'in illa zana.Lar që është butësia me një punë, me një sjellje, e butësia zbukuron. وما نزع من شيء صار që të hiqet ajo toleranca për fjala mirë illa shanahu e prish krejt. E me butësi, e me gradualitet, dal inshallah. Amin. Doktor, këto ishin pyetjet që kanë arritur deri më tani në program. Ne ju falenderojmë shumë për kohën që ndatë edhe sonte me ne, patjetër edhe për ligjëratën e sonte, duke ju dëshiruar një javë të mbarë deri në takimin tonë tjetër, dhe Zoti ta keni shëndetin ju dhe familja e juaj. Amin, faleminderit moderator, Allah ju ruaj, falenderoj gjithë sinqerisht dhe me zemër, dhe inshallah shihemi javën e ardhshme. Selamun aleikum wa rahmatullah. Allahu të mëndesh. Aleikum selam, faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, kemi qenë në transmetim të drejt për drejt në radio dituriaislame.com dhe ka qenë emisioni i drejtuar bashkë me profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha. Është ky emision që realizohet pra çdo të martë në valët e radios Dituria Islame dhe emisioni titullohet Aktualitete fetare dhe edukative arsimore. Këtë emision mund ta ndiqni në YouTube dhe po ashtu edhe në Facebook. Ju ftojmë të gjithë juve që e keni ndjekur ose do ta ndiqni që ti bëni një shpërndarje këtij emisioni që e gjeni në rrjetet tona sociale dhe të jeni pjesë e kontributit që e Zotit Madhrueshëm të shkoj në veshin e gjithë secilit. Ju përshëndes, unë Avni Lugiqi që isha drejtuesi i programit të sonte, njëkohësisht në emër të stafit të radio dituriaislame.com dhe ju dëshiroj një mbrëmje të mirë dhe ju mirëpres edhe në programet e ardhshme deri në takimin tonë tjetër. Selamu alaikum wa rahmatullah.